Finalja e Big Brother VIP Albania ishte një ngjarje e mbushur me emocione të thella, e cila vazhdoi të prekë zemrat e të gjithë atyre që ishin prezent, duke përfshirë dhe prezantuesin e mbrëmjes, Ledion Liço. Pas përfundimit të spektaklit, një moment i papritur dhe shumë i veçantë ndodhi. Bashkëshortja e tij, Sara Hoxha, u ngjit në skenë dhe e përqafoi para syve të publikut. Kjo skenë përbënte një përzierje të ndjeshmërisë personale me atmosferën festive, duke e bërë këtë çast të paharrueshëm. Finalja shënoi jo vetëm mbylljen e një aventurë televizive, por gjithashtu një përballje emocionuese për të gjithë finalistët, të cilët ndan përvojat dhe miqësitë që kishin ndërtuar gjatë muajve të kaluar. Ky moment i ëmbël ishte një nga ato ndalesat e rralla ku ndjeshmëria personale dhe publike ndërthuren në mënyrë perfekte, duke e kthyer fundin e BBV jo vetëm në një spektakël, por edhe në një kujtim të bukur. Ledioni gjithmonë kishte shprehur mirënjohjen e tij për mbështetje dhe surprizën që Sara ja kishte ofruar gjatë gjithë kohës. Kjo ngjarje rikujton se sa e rëndësishme është mbështetja emocionale në jetën e çdo individi, veçanërisht kur janë përballur me sfida të vështira. Të qenit prezent dhe i angazhuar shpeshherë luan një rol kyç në suksesin e një personi. Ledioni dhe Sara kanë treguar se dashuria dhe mbështetja e ndërsjellë janë themelet e një marrëdhënieje të shëndosh dhe frymëzuese. Ky moment i natyrshëm dhe i ndjer i dha një tjetër dimension fundjavës finale të BBV. Pjesëmarrësit e tjerë ndan gjithashtu emocionet e tyre dhe reflektimet pas turit të gjatë të garës, duke treguar se sa e rëndësishme ishte për ta të ishin pjesë e këtij eksperimenti social. Sot, ata janë më shumë se konkurrent, ata janë miq që do të mbajnë në kujtesë kujtime që do t'i shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Me mbylljen e spektaklit, vëmendja tani kthehet te ato që do të ndodhin më pas për çdo njërin prej finalistëve. Çfarë do të sjellë ardhmja për Ledionin dhe Sarën?